Kallat në vete ishte kjo çështja e ngatrimit të pozitës me vetveten. Se ne e dim që opozita është e poshtë në këtë vend. Mediat janë shumë të poshtra. Analistat janë shumë të poshtër, se janë kundër qeverisë. Këshilltarët e kryeministit që e lanë kryeministin me ra prenkut janë shumë të poshtër. Këta që i bojnë ligjet e qeverisë, që janë në qeveri dhe i bojnë ligjet, janë gjithashtu kogja të poshtër, se e kam bërë një ligj për zgjedhjet, në cilat kërkohet që para certifikimit të rezultatit, kryeministit jap dorëheqje 24 orë më herët. E kryeministi me dhënë dorëheqje. Yes. Qysh ishte ajo? Kanga jep dorëheqje mos pranë. Tash, është bërë debat i madh. KQZ-ja që ju dërgoi letër qeverisë ju tha, sipas ligjit që e keni bërë ju, anëtarët e qeverisë që duan të bëhen deputet të kuvendit duhet të japin dorëheqje. Kryeministi që ja u kthej një letër tha, qeveria tha është edhe ashtu, tha tash e tutje në detyrë, tha s'ka nevojë për dorëheqje.